si është perceptimi pra i juaj në përputhje me sondazhin? Pra përputhet me sondazhin apo sondazhet janë më të fryra në favor të qeverisë? Jo, janë aty afër perceptimit që kam personalisht, sepse nëse s'do kisha edhe këtë perceptim, nuk do mbaja këtë linjë prej shumë kohësh, ku them që Berisha që me kthimin e tij shërben është lajmi më i mirë për Edi Ramën për t'i garantuar mandatin e katërt. Dhe sondazhet e pasqyrojnë këtë. Ajo që unë do doja, do e them personalisht. Pra është Berisha ai që jep Ramës të avantazh thotë. Po, unë mendoj me këtë mandatin e tretë të qeverisjes së Edi Ramës, kushdo që të ishte në krye të Partisë Demokratike, pra do mjaftonte një parti demokratike normale dhe një marrëdhënie Falë që po ndërhyj, po ke partitë e reja. Ke partitë e reja. Aty do vi. Ose ashtu siç ishte. Një marrëdhënie pra atë të them, një marrëdhënie e ngrohtë me një klim të paqë brenda opozitës, Edi Rama do rrëzoj, është e sigurt, nuk mund ndodhte ndryshe. Por me këto hile, me këto kurthe që ndërtoi Sali Berisha me këtë kod zgjedhor, sepse ju do thoni e bëri Rama, jo, e propozoi Sali Berisha këtë kod zgjedhor. Rama e thjesht e miratoi, se i vinte edhe për shtat dhe Ramës. Partitë e vogla mendoj që duhet të përkrahen më shumë edhe nga opinioni publik, edhe nga analistët, sepse... Çfarë duhet vetëm analizë për atë që ndodh. Në partitë e vogla mendoj që ajo që nuk e ndjesh sondazhi dhe sipas perceptimit tim që do marr mandat është koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës, pavarësisht qendrimit që kam unë, opinionin që kam unë për Lulzim Bashën, por mendoj që në Tiranë kanë mundësi ta nxjerrin. Sa do marrë Basha? Të paktën një në Tiranë mund ta nxjerrin, domethënë. Nuk e di në lapaj. Po kështu mendoj që një në Tiranë mund ta nxjerrë edhe Dashej dhe koalicioni numri 9, si është ai. Dhe këto të tjerët po mendoj që janë afër. Këto dalin në sondazhe. Po pra, jo ato dalin, del edhe Sheaj, del në sondazhe, del mirë. Sheaj, lapaj ata nuk do të sa ata dalin mirë. Unë fola për këtë që nuk i nxjerr sondazhi. Do të thënë, në sondazh Bashën e kemë 1%. Unë e di, e njoh atë lloj strukture që ka ngelur, kanë kapacitet ta nxjerrin një deputet në Tiranë.